ashtu, s'ka mojtë dhe me thonë para atia. Do me thonë, shpirt jam nuk ka najt I qetë pa u marrë me arte me këto gjana. Birë do me thonë, një person që nuk nëzë vend nuk I nëzën. Edhe kuptuhet thash jo çdo gjë që e shkruaj është 100% faktike. Unë e përdori ironin, e përdori sarkazmin, e përdori groteskun, e përdori metaforën. Edhe nëse mundem me vrej, do me thonë, e kom shkru si shpesha jem gjyku si kom bëj gjëra të mira. Bile kom këtu do me thonë një poezi të librit të 11, ku edhe kjo është vlerësu si poezi, do me thonë, bukur elitare. A ka qenë dhe kjo prit për këtyrave, apo? Nëse nuk jo gabim nuk është për këty ende, titullin e mbon Zoritem. Pse me zorit jeta ime, ti e di, nuk I kalova asnjëherë kufit e blert të fjales a mendimit. Mace zez nuk ka ekzistuar. Zakon nuk e kam pasur as të vishën me të zeza, loj shtrigash nuk u bëra pjesë. Nuk e kam dashur as pyllin hiren, me dritë ndezur kam fjetur kur deti të razoj. Çfarë kuptimi ka kjo? Do me thonë, kur unë kom pas shumë, do me thonë, problemet pas gjithë, në farë mënyrë së kur unë jam qëtu edhe problemet rrëtha skaj meje, prapë e kom gjetë forcen, e kom gjetë motivacionin, e kom gjetë ngulmimin për me bartë. Do me thonë, nuk e kam dashur as pyllën hiren, me dritë ndezur kam fjetur kur deti të razoj. Jo mundu me dhes dritën me gjitha këto probleme. E ka edhe një pjesë tu. Filma horror nuk kam shikuar, sa kaq, shurdhaja televizorin. E ti jeta ime me zorit, atë që nuk mund të bëj. Këtu kom përdojnë një leksen, babalar tonë dhe gjyshet tonë, zakonisht e kanë pasur si shprehje nuk theshin unë po u. Për ta shpirtëruar fjalën më shumë, për ta arrit tezën më shumë, e kom përdor filma horror nuk kam shikuar, sa kaq shurdhaja televizorin. E ti jeta ime me zorit, atë që nuk mund të bëj. I miri jashtë lëkure nuk mund të dalë. Dhe më e kom përdor leksemen Kjo është e mira, po tash psikologjia, sot ka ndihmu Fejz një farë forme tek kjo pjesa e letërsisë, se janë ty bu... me te kalu pa një fushën e shëndetit mendor. Kum punu natë ditë me veten, me mujt me majt një motiv, me mujt ku të zona me nxes, me pas një diçka që më bën plumtur, edhe në gjithat zëllahi, si me thonë ashtu, me gjetë diçka që më frymëzon. Edhe 3 vite që kum përfundu për psikologji, më kanë ndihmu shumë, unë kum lezu qindra libra psikologjike motivus, edhe është një shprehje ka njerë, psikologu e ka vështirë me te kalu do sfida, po zakonisht t'jep këshilla tjerëve. Unë edhe ju mundu me jap këshillë, dhe më thonë me motivu veten, po dhe dikush nëse ka pas nevojë për mu për një këshillë, për një diçka, nuk kanë guru, ju mundu me javon ma të mirë, një këmë thonë, ka dalë se ti nëse ki pas qëtë problem, unë i këmë pas 100 ma të mdoja se ti, po ja këmë dalë. Qka